Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Gruaja më e mençur në botë tregon sekretin e njerëzve që nuk sëmuren kurrë. Temperaturat kanë pësuar, rënje të ndjeshme dhe moti nuk është as pak i qëndrueshëm. Lagështia favorizon viruset dhe mikrobet të lulëzojnë. Mirë po kohët e fundit duket se dielli sapo ka dalë dhe ka filluar një ngrohje lehtë pranverore, por sigurisht luhatjet e kohës nuk mund të mungojnë. Nëse ju nuk i keni marrë masat parandaluese, këtu ju do të mësoni sekretet e njerëzve të cilët nuk sëmuren kurrë. Është një këshill shëndeti vërtet e vlefshme, ndaj duhet që të ndiqni këto këshilla dhe gripi do t'ju qëndrojë larg në këtë sezon pranveror të ndryshimit të stinëve. Hani hudhra. Hudhra është e pasur me antioksidant që rrisin imunitetin dhe gjithashtu luftojnë inflamacionin. Gjithashtu, profesoresha në Departamentin e Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Familjare në School of Medicine në Boston ka treguar se hudhra ndikon gjithashtu pozitivisht në shëndetin e zemrës. Shpëlarjen e fundit bëjeni me ujë të ftohtë. Dushi i ftohtë qetëson dhimbjet e migrenës, stimulon qarkullimin e gjakut dhe redukton gjithashtu dhimbjet. Dhe pse një dush i ftohtë i cili zgjat 10 minuta është lehtësisht i përballueshëm në verë, ditëve të ftohta rekomandohet që vetëm shpëlarja e fundit të bëhet me ujë të ftohtë. Konsultohuni më parë me mjekun tuaj nëse keni probleme kardiovaskulare, sepse uji i ftohtë mundet që të shkaktojë rënjen e presionit të gjakut duke ju rrezikuar jetën. Përfshini xhinxherin në regjimin tuaj ushqimor. Kur shëndeti është tema e diskutimit, atëherë xhinxheri nuk ka se si të mos marrë pjesë. Për shekuj me radhë, xhenxhefili është përdorur si një rrënjë medicinale dhe ka trajtuar probleme dhe sëmundje të ndryshme. Nuk ka rëndësi se në çfarë forme e konsumoni xhinxherin, e rëndësishme është që ta përfshini atë në dietën tuaj. Merrni vitaminë C dhe shtesa zinku. Vitamina C dhe gjithashtu zinku kanë fuqinë që të parandalojnë shumëzimin e virusit. Nëse ndiheni të rrezikuar, e dini se çfarë duhet të merrni në barnatore. Rekomandohet 500 mg në ditë vitaminë C. Gjithashtu, këto janë disa nga ushqimet që ju duhet të konsumoni për të shtuar jetëgjatësinë. Nuk po flasim për ushqime të cilat nuk gjenden në vendin ton, apo nga ato që nuk i kemi dëgjuar më parë. Ka shumë rëndësi mënyra se si gatuhen dhe se si konsumohen për të qenë të shëndetshëm për ne dhe për të jetuar deri në 100 vjeç. Ato janë arrat. Arrat janë plot me mikroelemente për trupin dhe trurin tuaj, shumë yndyrra të shëndetshme dhe gjithashtu ato mbështesin sistemin ton nervor. Hani të paktën 1/4 filxhan në ditë për të furnizuar trupin tuaj me mineralet e nevojshme. Limoni është ndoshta ushqimi më i mirë për të ngrënë në qoftë se ju mungon vitamina C. Flavonoidet e limonit ndihmojnë në uljen e rritjes së qelizave të këqija dhe munden të ndihmojnë edhe në parandalimin e një sër sëmundjesh të tjera, duke përfshirë kështu edhe gripin. Brokoli. Brokoli është një burim tepër i shkëlqyer i proteinave të mira dhe të vitaminës K që ndihmon në ndërtimin e kockave të forta dhe shëndet gjithashtu sistemin tuaj imunitar për të luftuar sëmundjet. Siguroni që ta gatuani atë në mënyrë korrekte. Fasulet. Fasulet janë një burim i mirë i proteinave bimore të shëndetshme, e cila është një mënyrë e lehtë për të ndërtuar trupin tuaj. Fasulet kanë fibra që ndihmojnë trupin të tretë ushqimet e tjera dhe
nuk është burim i yndyrave të këqija. Çokolata e zezë. Mos hani çokoladë me rrushë të thatë dhe arra brenda. Hani gjithashtu çokoladë të pastër dhe duhet të qëndroni gjithmonë sa më të shëndetshëm. Ekspertët MNZ të ushqyerjes së shëndetshme janë të mendimit se jetëgjatësia nuk varet nga sasia e kalorive, vitaminave apo proteinave. Ushqyerja e shëndetshme nuk është një praktikë strikte me rregulla të cilat nuk shkelen dhe sasi të sakta të pagabueshme ushqyesish. 95% e ushqimit duhet të vijë nga bimët. Perimet, zarzavatet, dritrat dhe bishtajoret nuk duhet që të mungojnë në regjimin tuaj ushqimor. Hani më shumë produkte të stinës dhe gjithashtu një pjesë të tyre bëhen i turshi. Barishtet janë një nga ushqimet më të mira të jetëgjatësisë. Njerëzit të cilët konsumojnë një racion me barishte në ditë kanë më pak gjasa të sëmurën rënd në vitet e ardhshme sesa ata të cilët nuk konsumojnë barishte. Mishi jo më shumë se 2 herë në javë. Përpiquni të konsumoni të paktën 5 racione të vogla mishi në muaj. Zgjidhni mish pule, qingji ose deri nga ferma të mira organike të ushqyera në natyrë. Konsumoni peshk 1 herë në javë. Njerëzit të cilët konsumojnë barishte dhe ushqime bimore duke përfshirë një sasi të vogël peshku në ditë, jetojnë më gjatë. Sardelet dhe merluci janë gjithashtu zgjidhja shumë më mirë sepse nuk janë të ekspozuara ndaj mërkurit apo metaleve të tjera të rënda. Të paktën 3 vezë në javë. Hani vezët në mëngjes dhe shoqëroni me fruta ose ushqime me bazë bimore apo dritra. Gjysmë racioni me fasule mundet ta konsumoni çdo ditë. Fasulet përbëhen nga 21% proteinë, 77% karbohidrate komplekse dhe pak yndyrë. Ato janë një burim i shkëlqyer fibre. Për më tepër 1 gram fasule përmban më shumë ushqyes se çdo ushqim tjetër në tokë. Zgjidhni drithra të plota. Gruri, elbi, thekra ofrojnë një spektër të gjerë ushqyesish dhe fibre, por bëni kujdes pasi shpesh buka bëhet më brumë të ardhur e cila shpërbën në nisështen apo glutenin dhe krijon një acid i cili ul nivelin glicemik tek buka. Konsumoni më pak sheqer. Përpiquni që të mos konsumoni më shumë se 4 lugë çaj me sheqer në ditë. Hani ëmbëlsira pak herë në javë dhe shmangni ushqime të përpunuara me ëmbëlsues shtesë. Gjithashtu, hani 2 grusht me arror në ditë. Një studim i Harvardit gjithashtu thonë se ata që han arra ose arror jetojnë më gjatë dhe kanë 20% më pak gjasa të sëmurën sesa ata të cilët nuk han arror. Arrorët ulin kolesterolin e keq me deri në 20%. Pini më shumë ujë. 7 deri në 8 gota ujë në ditë ju hidratojnë dhe ulin në rrezikun e mpikses së gjakut. Nëse pini ujë, keni më pak etje ndaj pijeve të ëmbla apo të gazuara. Alkool, më mirë verë të kuqe. Vera e ndihmon organizmin të përthith antioksidantët nga ushqimet me bazë bimore. Vera e kuqe në fund të ditës ul stresin e punës dhe i bën mirë shëndetit. Pini çaj jeshil. Çaj jeshil ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe disa sëmundjeve të këqija dhe mund ta përzjeni çajin e rozmarinës, sherebelës dhe lule radiqes ose të konsumoni çaj mali. Të gjitha këto çajra luftojnë inflamacionin. Po kafja, studimet shpjegojnë se pirja e kafes por në sasi të kufizuar ul rrezikun e sklerozës dhe të Parkinsonit. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.